Çu she përfundon jetën ti? Do kur ta përfundojsh jetën me iman, çka thonë ne kush në moment të vdekjes kush thot la ilaha illallah muhammedur rasulullah, edhe del pikë kësaj bote, është një dëshmi e madhe që ai ka me hit deri në xhenet të Allahut azza wa jall. Është një hadith i pejgamberit alayhis salatu wasalam, do shta pi haditheve, do të thonë më motivuese që mund të mi pa dikush që është në detin e gjunaheve, është duke notuar gjuna, ka shumë gjuna. Thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, vjen robi te Allahu azza wa jall, edhe vjen robi te Allahu azza wa jall, edhe Allah azza wa jall këtë gjunahe që i ka bu prej synit ja bën peshore, edhe mushën. Me miliona gjunahe, subhanallah. A disa gjunahe bujnë në ditë. Veç më nalë mi numru, mi shkryt. Ta njëtën tane. Me dvetë para njave shak janë bukë se di. Po gjunahat, osa gjunahe, subhanallah. Dhe Allah i ti be këtë gjunahat në peshore. 1, 2, 3, 4, 5. Edhe renitën, edhe robi dëshprati, që bje kjo. Sikur me shku me një gjykat, edhe gjykati i be 1 milion dëshmi kundër teje, ti veç burgit pret. Ti bje dëshmi e ki buat, këtë ti veç burgit, ti di që mërqim burg që kemi. E tash Allah azza wa jalla vetë robi thot, o robi ma mos kena bu diçka zullum. Kush po vetë Allahi. Edhe robi thot, jo Allah s'm ke bëu zullum. Thot a kena haru diçka? Robi këtu hesht. Edhe Allah i thot me lotë e këshir na ka dëni vepër të mirë. Edhe vjen momenti që thot, po thot e kena thot një vepër të mirë, thot veç një vepër e mirë kana. Thot ma bjeni këtu edhe ja besi një letër njoftim, si një bitak, thojnë arabisht. Edhe e bin, edhe ta jo shkruan la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Edhe Allah i merr lëshon peshorën e veprave të mira. Këtë vepra tek çia fluturojnë hava. Edhe robi ma thot, wallah thot një vepër e mirë thot. Kjo thot është ajo që për la ilaha illallah muhammedur rasulullah këtë qeti baj palune. Do thon kjo është për ata të cilët janë të notuar në detin e gjunaheve, kur mos ta upin shpresën, do të thon ndinjen e Allahut, ama mos qese kjo arsye suno që ato me bëj gjunahe. E qartë, po ç'do ka mundar. Shikoni shikuesën e nderuar. Hoxha Hasan e tregoi një hadith, të vërtetë, sa peshon fjala la ilaha illallah muhammeden rasulullah. Do të thon, personi ditën e gjykimit ka pi alkool, ka po zina, ka po plot gjunahe, edhe ka peshu atë shumë rand, ndërsa një vepër e ka pas, ka dëshmu la ilaha illallah muhammeden rasulullah, këtë gjunahet janë, do të thon kjo ka peshu, Allah i ka fal. Shumë mirë dhe tha hoxha, kjo nuk do të thon më arsyetush tash me po gjunahe. Mirë po. Këtu tregon se ai i cili e lën këtë fe, e braktis këtë fe, del edhe thot, pisot jam më musliman, nuk e ka më atë kartën ditën e gjykimit. Nuk del më pi xhenemit kur apo hoç. Wallahi kur s'del. Ai që des pa shahadet. Ai që des pa la ilaha illallah muhammedur rasulullah, miliarda vite në xhenem, edhe një miliard s'ka fund në xhenem. S'mundesh me minuti. Pa la ilaha illallah muhammedur rasul, sa peshon fjalën la ilaha illallah. Kështu që kujdes ju atë grupi i deçanit tani këni prej sot jam musliman. Po vetë tani ti modam, jo mua. Vazhdo zonë, se të ndërprejta. Te ka puna e deçanit, lëviza deçanit. Pse dia kena duket kena. Kjo është nuk është lëviza deçanit, kjo është lëviza shejtanit realisht, se do të thonë çat shumë dan bojnë, po Allah i hajre bo dan bojnë vetas vetë se neve dam shakemi po. Ti dinit Allahit, po këtë dunjë më çu, këtë kundër dinit Allahit, Allah e merr Islamin e çon dikon tjetër. Me kanë të luftu. Me kanë të luftu, me nëse të luftu me ushtria. Allah azza wa jalla sa shembull ti ka dhënë që ta çon një zog që ka thue e Babil, ja ka thue me gurzit zjarmit edhe ka luftu. Allah i njerë me ta çu, ta shkatron këtë shtëpinë tonë, ose familjen tonë, ose këtë shtetin tonë. Do thonë, mo me Allah. Me këtë luftat mundosh ta mundesh me dal gjosh. Mo me dinin e Allahit. Mos e digësh. Hoxha, ai profesori Milazimi kishte bënë një fjalim shumë mirë. Ai shumë pëlqej, do thonë. Kjo është historik. Definitivisht. Kjo li po marr që edhe prokuroria li po marr me këto njerëz. I tushti urrejtje ndërfetare. Kur haxhimani ligjërat që kam mbjell urrejtje ndërfetare, kam shani fe tjetër ose kam luftuar një fe tjetër. E respektoj çdo njërin. Parimi jot, unë të ftojm fe. Edhe ti mundesh me ftu mu fe. Tash hajde, ftom, nuk është problem, ftom fe. Hec bindum. Hajde mundesh me bind. Po tu mbind ti mu kam të bindun ti. Ai kupton, do të thonë, kjo është e kundërta, ama kur urrejtje ndërfetare. Ne kena shokun e kam mësuar midis shtipit. A disa shok kena ne që janë për shembull të fesë krishtere dhe kena shok popa që. Po, ne moj raport. Ama neve nuk na bashkon ideali dinit Allahit. Neve na bashkon një shoqëri që e kena marrë domethënë atje, edhe vazhdojmë pimë në kafe, ama kur nuk mbjellim ne urrejtje. Do të thonë, kjo është mbjellje urrejtjes me qëllim pas.